sepse dikush prapa vetes e ka për qëllim Kosovës me ja zhduk demokracinë. Problemin esencial të cilën kisha dashur me pas në tavolinë krejt politika kosovare është që lajmet e rrajshme nuk janë problem i brendshëm për momentin, për shkak se në hulumtimet e cilat i kemi bë, neve lajmet e rrajshme, burimet kryesore na dalin prej dezinformatave të prodhuara në Rusi, pastaj edhe dezinformatave të prodhuara në Serbi, pastaj edhe dezinformatave të cilat vijnë prej burimeve kineze. Pra imagjinoni, brenda ditës për Kosovën prodhon 7.5 lajme mesatarisht prej klaneve dhe platformave të cilat e kanë bazën në Rusi. Pra janë 7 lajme e gjysë që nënkupton që është sasi shumë e madhe e kontentit e cila vjen për publikun e Kosovës e prodhuar prej anej. Dhe nëse ne e fokusojmë debatën vetëm në luftën e brendshme politike, unë mendoj që e kemi hup luftën me dezinformatën dhe me problemin edhe me elefantin dhomë të cilën e kemi brenda vetes. E dyta, viktimat e dezinformatës janë prej të gjitha partive politike. Dikush më shumë, dikush më pak. Pra, nëse e marrëm statistikat, kemi me pa që edhe mbrenda vetëvendosjes ka viktimat e dezinformatës, edhe mbrenda AK-s, edhe mbrenda LDK-s, edhe mbrenda PDK-s, pra të gjithë janë në teknikat përafërsisht të njëjta, pra mundi me marrë, kemi shembuj të ndryshëm, ki edhe Mimoza Kusarin e cila sulmohet njëjtë, edhe Rozeta Hajdarin e cila sulmohet përafërsisht njëjtë me lajme të rrejshme, po edhe shumica e deputetëve të zëshëm këtë vend. Pse ndodh kjo? Sepse dikush prapa vetes e ka për qëllim Kosovës me ja zhduk demokracinë, me e minu lirinë e fjalës dhe njerëzit e cilët guxojnë me dhënë mendime ndryshe, qoftë edhe për opozitën, qoftë edhe për pozitën me u sulmu në mënyra jo të lehtëshme dhe jo me integritet, pra thjesht me tentu me mshel zonat kritik të këtij vendi, thjesht demokracia me u minu. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në këtë betejën e brendshme politike, por është edhe ndërhyrje prej jashtë, të cilën mendoj që duhet me adresu shumë seriozisht shteti jonë dhe duhet me adresu shumë seriozisht edhe politika e vendit tonë, në ata që thjesht partitë politike fillimisht duhet me pas një dakordim, që në bazat e hierarkisë së lartë me e pas përsunim që brenda fushatës zgjedhore me luftu dezinformatën, dhe e dyta, mos me e përkrahase, mos me e sponsorizu dezinformatën si mënyrë me cilën fitohen zgjedhjet. Çka nënkupton sponsorizimin, nënkupton që faqet të cilat prodhojnë dezinformata mos me hyj dhe me u dhon parë dhe me sponsorizu qoftë prej brenda, qoftë prej jashtë prodhimin e tyre. Pa mundet kjo më bëhet edhe pa sponsorizim? Mundet me u bë tu shpërndan nëpërmjet rrjeteve, tu shpërndan në profile të ndryshme me teknika të ndryshme etj. Po problemi kryesor dhe esencial që mendoj që politika e Kosovës duhet me adresu është që thjesht qytetarit të Kosovës me i dhoni një debat konstruktiv dhe një debat në cilin qytetari mundet me i marrë mesazhet kryesore. Çka është ky debat të cilin na nuk e bëjmë që prej pas luftës? Kosova vun prej faktit që nuk e ka debatin për kandidatëve për kryeministër në një prime time gjatë zgjedhjeve. Çka nënkupton këto? Shumicën e vendeve të botës, kandidatët për kryeministër e densojnë publikun e vet me një debat. 4-5 më të mirë. 4-5 pretendentët shkojnë qoftë në televizion publik, qoftë në njërin prej televizioneve të cilën e zgjedhin dhe e bojnë debatin zgjedhor. Zgjat 2, 3 deri në 4 orë, mirë po aty qytetari e ka platformë. Aty qytetari për 4 orë mundet me kriju përshtypjen edhe perceptimin se cili është kandidati më i mirë për to, për secilën temë. Në Kosovë kjo nuk ndodh. Nuk ndodh sepse liderët e partive politike, e zakonisht refuzimi kryesor ka qenë prej atij që e ka pushtetin gjithmonë historikisht, thjesht nuk e densojnë publikun dhe tentojnë me marrë pushtetin me mekanizma alternativ.